shpëtimit e Zot për mua, burimi jetës e ti. Ti e drita e jetës ime, je forcë dhe frymëzi. Shami shpëtimit e Zot për mua, burimi jetës e ti. Ti e drita e jetës ime, je forcë dhe frymëzi. Na besim tek ti, dashurita e shtimotron. Dua të t'jam pranë, të shtirësi, Zot vishtan te dori. Shtavi shpëtimit e Zot për mua, burimi jetës e ti. Ti e drita e jetës ime, je forcë dhe frymëzi. Na besim tek ti, dashurita e shtimotron. Dua të t'jam pranë, të shtirësi, Zot vishtan te dori. Na besim tek ti, dashurita e shtimotron. Dua të t'jam pranë, të shtirësi, Zot vishtan te dori. Shami shpëtimit je Zot për mua, burimi jetës e ti. Ti e drita e jetës ime, je forcë dhe frymëzi. Zoti Jezus, faleminderit për shëptorin tanë, unë lutem që me dhanë fjallën tane, fjallën që është e vetë mjeftueshme, e përjetueshme, edhe provueshme për të edhe ne që dëgjojmë. Edhe lutem po ashtu Zot me i dhanë Zot qetësinë e fytit dhe sa flet me autoritet edhe me vajosin tonë në Krishtin Jezus ne lutemi. Amen. Amen. Faleminderit pastor. Përshëndetje vëllezër dhe motra. Është kënaqësi me pa gjithë secilin këtu sot. Edhe për të nda, për të mësu, për të pa nga fjala e Zotit. Gjatë këtij viti kam qenë duke predikuar nga veprat e apostujve, edhe herën e fundit kam predikuar nga kapitulli i 8 i veprave të apostujve, kur kemi parë se si Sauli, me vënë i quajtur Pal, ishte aty në momentin kur ishte vrarë Stefani. Pra ngjarja kronologjike rrjedh nga kapitulli 8 kur Stefani vritet, edhe Sauli ishte aty për dhënë miratimin për vrasjen e tij. Edhe në fakt para se të shkojmë te kapitulli 9 do të shohim se kush ishte ky Sauli. Pra kapitulli 8 vargu 1 deri në 4. Thot, por Sauli kishte miratuar vrasjen e tij, është pra fjala për vrasjen e Stefanit në kapitullin e mëherët, por në atë ditë u bë një përndjekje e madhe kundër kishës në Jeruzalem. Dhe të gjithë u shpërndarën në përkrahinat e Judes dhe në Samaris, përveç apostujve. Vargu 3 thot, por Sauli po shkatronte kishën, hynte shtëpi me shtëpi, duke tërhequr zvarr, burra dhe gra dhe i fuste në burg. Pra ky ishte Sauli, i cili ishte një ushtarak dhe i përndiqte te krishterët. Pra ishte një person që ishte kundër kishës, edhe mundohej ta shkatronte kishën. Por ajo çfarë ndodh në këtë kapitull, në kapitullin e 9, është gjë shumë rëndësi. Pra është historia më interesante e Biblës. Është një njeri që urrente kishën, që vriste te krishterët, që i përndjekte, u bë njëri nga predikuesit më të mëdhtë të Ungjillit. Pra nga një përndjekës, që ishte përndjekës i të krishterëve, u kthy në përndjekës. Ishte ky tani që do përndiqej në kapitujt e mëvonshëm. Nëse dikush, ose nëse ne do të ishim në atë kohë dhe do të pyeseshim se kush është personi i fundit që ndoshta do kishte dëshirë të shpëtohej, sigurisht që do thonin Sauli. Sepse ai ishte përndjekës i tyre. Edhe po të na pyesin neve se kush do doje të shpëtohej në fund, të gjithë do të përgjigjeshim se Sauli, sepse ai ishte një tmerr për të krishterët.
Por ajo çfarë mendojnë njerëzit dhe ajo çfarë ne do të mendonim, nuk është ajo çfarë Perëndia mendon. Sepse Perëndia kishte një plan tjetër për Saulin. Dhe nga kjo ne mund të kuptojmë diçka shumë të rëndësishme. Që njeriu nuk është shumë larg hirit Perëndis. Që njeriu nuk mund të vendosë për hirin e Perëndis se kujt Perëndia do t'i jap hir dhe shpëtim. Kështu që le të shohim vargun 1 dhe 2 nga kapitulli 9. Por Sauli duke shfryrë ende kërcënime dhe kërdi kundër dishepujve të Zotit, shkoi te kryeprifti dhe kërkoi nga ai letra për sinagogat e Damaskut, me qëllim që po të gjente ndonjë të idhtar të udhës, burra e gra, të silte të lidhur në Jeruzalem. Pra ky ishte Sauli i cili edhe në këtë kapitull ishte duke i përndjekur të krishterët. Jo vetëm që po i përndiqte, por ai shkonte te kryeprifti dhe i thoshte që ma jep një letër që unë kudo që ti takoj, ti sjell përpara gjykatësit, ti sjell përpara burgut. Ky ishte pra Sauli, për cilin ne do të shohim sot. Por ajo çfarë mund na bëj? Një gjë është shumë interesant për këtë person, sepse shkrimi nuk po thotë që ai ishte ateist. Shkrimi po thotë që ai i besonte Perëndis. Shkrimi na thotë që Sauli i lutej Perëndis. Sauli i njehte shkrimet. Ai pra ishte një fetar. Por dallimi ishte që ai ishte kundër Jezusit. Edhe pse ishte një besimtar, ai ishte kundër Krishtit. Edhe sot ka njerëz që janë të sinqertë, por ky sinqeritet nuk e zëvendëson të vërtetën. Mund të jesh i bindur, sikur Sauli që je në rrugën e drejtë, që je një besimtar shumë i mirë, por je në rrugë të gabuar. Sauli mendonte që duke i përndjekur të krishterë, po kënaqte zemrën e Perëndis. Por në fakt, ai po luftonte kundër tij. Nuk mjaftonte të jesh fetar. Nuk mjafton të shkosh vetëm në kish. Nuk mjafton as të njohësh vetëm vargjet e Biblës. Por pyetja është, edhe për Saulin ishte, edhe për neve, a njohim ne personalisht Jezusin? Kjo është pyetja jonë. Sepse ne mund të njohim shkrimin, ne mund të kemi dëgjuar edhe më herët për shkrimin, por asnjëherë nuk e kemi njohur Jezusin në mënyrë të veçantë, në mënyrë personale. Tani vargu 3 dhe vargu 4 thotë: por ndodhe që po udhtonte dhe po i afrohej Damaskut, befas rreth tij vetvetiu një dritë nga qielli. Dhe si u rrëzua për tokë, dëgjoi një zë që i thoshte: Saul, Saul, përse më përndjek? Pra Sauli ishte duke shkuar në Damask për të ndjekur të krishterët. Dhe papritur na thotë që një dritë e madhe e mbuloi atë. Dhe dëgjua një zë: Saul, Saul, përse më përndjek? Por ajo që na bie në sy është se Jezusi nuk tha: Saul, pse po i përndjek të krishterët ose pse po përndjekishën? Por Jezusi tha: përse po më përndjek? Pra Jezusi po thotë që në momentin kur ti po përndjek kishën, në momentin që ti po përndjek besimtarët, ti në fakt po më përndjek mua. Ti nuk po përndjek vetëm të krishterët, por ti po përndjek Zotin. Sepse kur besimtarët vuajnë, kur kisha vuan, Jezusi e ndjen. Sepse Jezusi është i lidhur me popullin e tij. Sepse Jezusi është i lidhur me bijtë e tij. Prandaj ai nuk tha pse po i përndjek, por tha pse po më përndjek. Dhe ndoshta ne shpeshherë si besimtarë gjendemi në kësi situata, kur jemi të lënduar, kur ne jemi të refuzuar nga të tjerët, kur ne jemi të përndjekur në mënyrë nga të tjerët. Por ne nuk duhet të harrojmë. Është i njëjti Jezus
i cili u shfaq Saulit dhe i tha pse po përndjek kishën time. Është i njëjti Jezus edhe sot që nuk haron. Është i njëjti Jezus që shef, është i njëjti Jezus që e di për ne, dhe është i njëjti Jezus që kujdeset për ne. Tani, vargu 5 thot, kush je ti Zot? I përgjigjet Sauli. Dhe Zoti tha, unë jam Jezusi që ti e përndjek. Është rënd për ty të godasësh me shkelm kundër gjembave. Dhe ai duke u dridhur dhe i shtangur tha, Zot, çfarë do të bëj unë? Dhe Zoti i tha atij, qohu dhe hyr në qytet, do të thuhet se çfarë duhet të bësh. Pro Sauli u taku me Zotin. Sauli ishte përndjekës, Zoti u shfaq, dhe ky kur i tha që kush je ti Zot, ai u përgjigj, unë jam Jezusi që ti po e përndjek. Dhe paramendoni tani bota Saulit u kthye përmbys. Sepse Sauli po mendonte që duke i përndjekur të krishterët, unë po bëj punën e Zotit. Po në fakt ishte kundër punës së Zotit, sepse Zoti u shfaq. Dhe në këtë moment, Sauli e kuptoi që ai ishte gabim. Gjithçka që ai mendonte se dinte për shkrimet, gjithçka që ai mendonte se dinte për Zotin, u kthy kundër tina. Ai e kuptoi që ky Jezus që ai po përndiqte ishte i gjallë. Dhe ai e kuptoi që kishte gabuar kundër të krishterëve. Dhe një gjë që ai e kuptoi ishte se ai e kuptoi që kishte nevojë për këtë mëshirë. Sepse në momentin kur një person e takon Jezusin, asgjë nuk mbetet e njëjtë. Është si ai shembulli me zjarrin ku thuhet që një person mund të studiojë zjarrin, mund të njohë zjarrin, mund të lexojë për zjarrin, mund të di shumë për zjarrin. Por nuk e prek e zjarrin, flakën, ti nuk e kupton se çfarë është. Sepse nuk mjafton vetëm të dëgjosh për të, por ta takosh dhe ta prekësh atë. Kjo ishte edhe për Saulin e njëjta gjë. Tani vargu 8 dhe vargu 9 thotë që Sauli u ngrit nga toka, por kur i qeli syt nuk shihte asgjë, sepse e morën për dorë dhe e quan në Damask. Dhe 3 ditë nuk shihte dhe as nuk hëngri, as nuk piu. Pro Sauli po na thuhet që u ngrit, syti kishte të hapur, por nuk shihte. 3 ditë qëndroi i verbër. Mund të themi po pse? Sepse Perëndia po punonte në zemrën e Saulit. Sepse Perëndia tani do të punonte në zemrën e tij. Edhe shpesh herë ne mund të themi po ne kalojmë të njëjtat kriza, lejojmë humbjen, ne Perëndia nuk është me ne, Perëndia nuk është duke kujdesur për ne, por në fakt Perëndia shpesh herë përdor këto gjëra për të na ndryshuar zemrën tonë. Nuk lejon Perëndia që këto gjëra të ndodhin për të na shkatruar. Por Perëndia lejon që këto gjëra të ndodhin që ne të jemi më afër Tij. Që Perëndia të punojë në zemrën tonë së pari, pastaj të vazhdojmë tutje. Sepse shpesh herë ne shohim që Zoti, më mirë e shohim Zotin në errësirë se sa në dritë. Më mirë e më afër jemi pranë Zotit kur jemi në kohë të vështira, se sa kur jemi në kohë të lehta. Dhe Perëndia shpesh herë përdor njerëz të thjeshtë për të bërë ndryshime. Do të lexojmë nga vargu 10 deri në 17 dhe fjala e Zotit thotë: Në Damask ishte një dishepul me emrin Anania, dhe Zoti i tha në vëgim: Anania, dhe ai u përgjigj: Ja ku jam Zot. Dhe Zoti i tha: Qohu dhe shko në rrugicën e quajtur e drejtë dhe kërko në shtëpinë e Judës një nga Tarsi me emër Saul.
se ja, ai po lutet, dhe ka parë një vëgim, një burr me emër Anania, që hyri dhe i vuri duart që të shikonte përsëri. Atëherë Anania u përgjigj: O Zot, nga shumë veta kam dëgjuar për këtë njeri që sa të këqija ju ka bërë shërptorëve të tu në Jeruzalem. Dhe këtu ka autoritet nga kryeprishërinjët të lidh gjithë ata që therasin emrin tënd. Por Zoti i tha: Shko, sepse ai është vegla që unë kam zgjedhur për të mbajtur emrin tim përpara kombëve dhe mbretërve dhe bijve të Izraelit. Sepse unë do t'i tregoj atij se sa shumë i duhet të vuaj për emrin tim. Atëherë Anania shkoi dhe hyri në atë shtëpi dhe duke i dhënë duart mbi të tha: Saul, vëlla, Zoti më dërgoi, Jezusi që të është shfaqur në rrugë nga erdhe, që të shikosh përsëri dhe të mbushësh me frymën e shenjtë. Dhe menjëherë i ra nga sytë si luspa dhe menjëherë i erdhi drita syve dhe u ngrit, u pagëzua. Pra në këtë pjesë na shfaqet Anania, i cili nuk ishte apostull i Krishtit. Nuk ishte ndonjë predikues i famshëm, i njohur në atë kohë, nuk ishte ndonjë lider i madh që njerëzit mund ta njihnin. Thjesht na thuhet që ishte një dishepull besnik dhe Perëndia i tha: Shko. Ai u bind. Edhe pse ky Anania, siç na thuhet edhe shkrimi, ai kishte dëgjuar për këtë Saulin. Kishte dëgjuar se sa njeri i keq dhe çfarë përndjeksi i keq ishte ndaj të krishterëve. Por Anania i bindet Perëndisë dhe ai shkoi. Çfarë mund të ndikoj në jetën tonë? Ne ndoshta shpesh herë mund të themi që unë nuk mund të përdorem nga Zoti në këtë mënyrë, ose Zoti nuk po më përdor mua në asnjë mënyrë. Ndoshta mund të thuash, po unë nuk jam i famshëm dhe unë nuk mund të predikoj para 10.000 veta. Por në fakt, shkrimi po na thotë që Perëndia i përdor njerëz të cilët janë të bindur dhe të gatshëm për fjalën e tij. Pra Perëndia mund na përdor në çdo moment, në çdo kohë, vetëm ne duhet t'i bindemi atij. Perëndia na thotë që përveç që e kam zgjedhur Saulin, ai është vegla ime e zgjedhur. Pra një person i cili ishte përndjekës i të krishterëve, Perëndia po thotë që po e quan atë vegël të përzgjedhur për të mbajtur emrin e tij përpara kombëve dhe mbretërve dhe bijve të Izraelit. Ky është pra hiri i Perëndisë. Perëndia nuk e shikon vetëm atë çfarë ke qenë ose çfarë ke bërë. Perëndia e sheh atë çfarë ti mund të bësh për Krishtin. Perëndia zgjedh mes asaj që sa ti je i gatshëm për të bërë për Krishtin. Dhe Perëndia e njoftë Saulin. Ndoshta ne mund të themi, po shpesh herë unë baj gabime, kam dështuar disa herë në jetën time, ndoshta kam mëkat që më rëndon, por një gjë duhet ta dim. Hiri i Perëndisë është shumë më i madh se gjitha këto. Bibla nuk thotë që Sauli ishte shumë i keq për të shpëtuar. Fjala e Zotit nuk thotë që Sauli ishte një person shumë i lig, kishte bërë gjëra kundër besimtarëve që ndoshta në natyrën njerëzore ne mund të themi ai meritonte vdekjen. Por Zoti thotë që ai u shpëtua. Bibla thotë që Sauli u shpëtua dhe pastaj do shohim në kapitull tjerë se çfarë ndryshimi ndodhi me jetën e tij. Por ajo çfarë është e rëndësishme dhe veçantë është që si besimtar kur ti vjen në besim i ri, ke frikë, edhe shpesh herë ndoshta thuhet që më duhet një kohë gjatë për të mësuar nga fjala e Zotit, edhe ndoshta të pajisem, të vëdisohem që ndoshta mund të ndaj Krishtin me të tjerë. Por shkrimi na thot për Saulin, dhe mbasi mori ushqim u forcua, qëndroi disa ditë me dishepujt në Damask
dhe filloi me njëherë të predikoj Krishtin në sinagoga se ai është biri i Perëndisë. Dhe gjithë ata që dëgjonin çuditeshin dhe thoshin, a nuk është ky ai që në Jeruzalem shkatroi të gjithë ata që e thresnin këtë emër? Dhe ka ardhur këtu me synimin që t'i çojë të lidhur të kryepërfterinjët. Por Sauli i forcohej më shumë dhe i hutonte judenjët që banonin në Damask, duke u vërtetuar se Jezusi është Krishti. Pra, paramendoni një person i cili i përndjek në një qytet, një person i cili i vret të krishterët, miraton vrasjen e tyre, i burgos të krishterët, tani thuhet që me njëherë filloi të predikoj Krishtin. Nuk priti vite, nuk priti kohë gjatë, disa ditë të qëndroi me apostujt dhe filloi predikimin. Nuk u turprua, nuk e fshehu besimin e tij. Sepse kur Jezusi hyn në zemrën e një personi, ndryshimi bëhet i dukshëm. Nuk shpëtohemi nga veprat, por shpëtimi ynë prodhon vepra. Jo për të fituar hirin e Perëndisë. Sepse ne tani më, kur kemi besuar në Krishtin, ne kemi marrur hirin e Perëndisë. Jemi të shpëtuar për shkak të hirit. Tani ka disa sfida edhe ka disa lloje të njerëzve në jetën e sotshme. Por i kam darë 3 lloje të njerëzish që ne sot ballafaqohemi, që ne sot sfidohemi si besimtarë, si kisha, edhe si njerëz. Ka njerëz si Sauli që ishin para Damaskut. Pra janë larg Perëndisë, jetojnë sipas rrugës së tyre dhe Jezusi po i thret sot. Edhe çdo ditë po i thret këta njerëz. Janë njerëz si Sauli pas Damaskut, që kanë përjetuar shpëtimin, duhet të ecin në thirrjen e tyre, por disa kanë frikë dhe disa nuk janë të gatshëm. Dhe lloji i tretë i njerëzve është që ka njerëz si Anania, që i besojnë Perëndisë, i friksohen Perëndisë, i binden Perëndisë. Ka njerëz që kur u thot Perëndia shko, shkojnë, fol, flasin, shërbe, shërbejnë, bindju, binden. Por shkrimi na thot që ky Saul i cili ishte i përndjekur, vargjet thonë, dhe pasi u mbushën shumë ditë, judenët u këshilluan bashkë që ta vrasin. Por komploti i tyre u mor vesh nga Sauli dhe ditë e natë ata ruanin portat e qytetit që ta vrisnin. Atëherë dishepujt e morën natën dhe zbritën poshtë nga muri. Në një shport si erdhën në Jeruzalem, u përpoq që të bashkohej me dishepujt, por të gjithë kishin frikë nga ai, sepse nuk besonin që ai të ishte dishepull. Atëherë Barnaba e mori dhe e çoi tek apostujt dhe u tregoi se ai gjatë udhëtimit kishte parë Zotin, që i kishte folur dhe si kishte folur në Damask lirshëm në emrin e Jezusit. Pra, tani edhe përveç njerëzve që e kishin frikë, edhe apostujt kishin frikë nga Sauli. Sepse i njëjti Saul që i kishte përndjekur këta besimtarë, tani ishte në mesin e tyre. Edhe normal që frika tyre ekzistonte. Por Barnaba tha që mos keni frikë, sepse ky Saul që ju po keni frikë, i është shfaqur Zoti. I është shfaqur Zoti në rrugën ku ishte duke shkuar për t'i përndjekur të krishterët. Dhe tani u kthye në një të përndjekur. Jo vetëm që u kthye në njëri të përndjekur, por po e ruanin të dyert se ku ta shihnin ta vrisnin. Kjo është ajo çfarë Zoti bën mrekulli me njerëz dhe Zoti i përdor njerëzit. Çka mund të nxjerrim nga ky mësim sot? Rruga të cilën e mori
Sauli për në Damask ishte një rrugë që e mori me krenari. Ishte një rrugë që ai e merrte çdo herë me krenari për të përndjekur të krishterët. Por kjo rrugë për Saulin përfundon me dorëzim. Pra Sauli dorëzohet përpara Krishtit. Filloi me urrejtje, sepse ai i urrente të krishterët, por përfundoi me dashuri. Përfundoi me dashuri për shkak të Krishtit. Filloi me përndjekje, por përfundoi me predikim. I njëjti person që i përndeste, pas disa ditëve filloi predikimin për emrin e Krishtit. I njëjti Jezus, i cili u shfat Saulit në Damask, në rrugën e Damaskut vazhdon të ndryshojë jetë edhe sot. I njëjti Jezus, i cili ndryshoi zemrën e ngurtë të Saulit, mund të ndryshojë një zemër të fortë. Po jo vetëm që mund të falë një zemër Krishti, por ai mund të falë edhe mëkatet. Ai mund të ndryshojë një person që për ne mund të duket e pamundur. Sepse aty ku arrin hiri i Perëndis, fillon një histori e re. Prandaj ne nuk mund të ndalemi dhe të themi që unë nuk dua të flas me një njeri, sepse zemra tij është e ngurtë, sepse ky person është shumë i vështirë. Ndoshta se ky person është përndjekës, sepse Zoti mund të ndryshojë çdo zemër. Amen. Është një emër që kur s'do të zhduke, është një emër që kudo s'ndon, është një emër që zemrën bën për ullet, emri Jezus. Po këtë emër engjëjt e lartëson, dhe me këtë emër ati na dëgjon, është një emër që botën të ndryshon, emri Jezus.
bekojmë, me bekojmë emrin tanë, Jesus. E bekojmë, me bekojmë emrin tanë,